si reagoi rrethi yt, familja, shoqëria? Si reagon? Për këtë. Do të dish me këtë. Për vendimin që ti more për t'ju futur botës së komedisë. Kishte bërë një shkollë ndërkohë. Dhe ndërkohë po kishte bërë një shkollë. Po kuptoj, do e pa sigurt ishte. Imagjino tani babin që priste të bëja në noterun. Edhe si ta shpjegoja unë tani që çfarë bëj unë. Që tregoj shaka me më japin nga 10.000 lekë. Kjo ishte fantastike, më pëlqeu. Si mundja ta shpjegosh. Po pra, na e trego si ja shpjegove. Apo se ka marrë vesh akoma. Se u habitën se asnjëherë nuk. Babi mendon që ti vendos kështu. Se ka marrë kur do ta marrë te 3 vjetorit. Jo, ai është shumë i poston çdo gjë që hedh unë, poston kështu në. Dhe prindrit tanë bëjnë këtë. Ne, janë fansa më prindrit të duan. Po shko, askush nuk u habit se nuk ka pritur askush unë të punoja në zyrë. Gjithmonë e kishin ditur që do bëja diçka kështu. Kam qenë. Po si fëmijë si ke qenë? Nuk e di se më mend. Se më kanë ikur gjitha kujtimet? Po i lezetshëm kam qenë. I lezetshëm kam qenë. Kam qenë i mirë, i dashur shumë, kështu thot babi. I urt. I ngacmoj zyshat apo? Fazan, shumë në shkollë kam qenë i tmerrshëm. Nuk kam qenë nga ajo. Ndonjë histori kështu nga shkolla që mund na e tregosh e mban mend që mund të kishin përjashtuar apo? Po më kanë përjashtuar një 3 ditë, nuk e di. Se çfarë shave, me të sharën gjithmonë. Me të sharën gjithmonë. Çfarë po shave, ngacmoja, po bëja një poçante i gocu, po ngacmoja akoma më shumë. Ai mësuesja tha i gjon. Pra isha kanë këto të mijat. E ishte më përjashtuar një 3 ditë, po jo në gjë, nuk kam qenë kështu në bad boy kështu që të shohëm me këto kështu jo. Çfarë mendon për këto çunat adoleshentë sot që janë fiks kështu si përmendet ti? Po, s'më pëlqen. Okej, që s'pëlqen po. Nuk më pëlqen se nuk ja gjej sensin edhe i bie diçka po shkon keq, ose në familje ose në shkolla. Që nuk kanë një ku duan librat apo gjëra. Unë për shembull i kam shumë qejf librat, pavarësisht se më pëlqen të shes të personazhe që më shumë shanse sa citon. Po këta nuk e kuptoj që janë qethur gjithë si ai që është aty ja. Shkoj edhe në gjimnaz, është si qethur ai tani. Shiko. Edhe dëgjojnë këto këngët që janë kështu me mblefe, me kështu. Edhe unë në fakt ashtu, edhe unë ashtu qethesha pia bar, dëgjoja hip hop. Dëgjoj, mua. Nuk e di pse nuk po shkëputet kjo gjëja, bra. Mua më shajbë çat duash, vetëm çunat mos ta isha. Se i duam mirë, mo. Kishte me duke përgjithsuar pak edhe brezin. Fola ai çikun në ashensor, ai do bëj inxhinier, do nuk ishte lidhje. Patjetër do bëhet shumë i mirë. Luku duket sikur të duhet me patjetër ai luku që të mos të në përkëmbin, të duhet të jesh të qethur, të gjithë një lloj, të veshur të gjithë një lloj. Ato pantallonat e varura. Por edhe unë kështu kam ndjetur tani jam me flokë gjatë, është merr i madh. Kam qenë qeros me tuta. Çfarë që i rritë flokët? Po, e kuptova kush dua të jem. Do të jem një grua. Po më pas më intereson fare sa mund të mendoj dikush. Denis fol hapur, ne jemi këtu, nuk të gjykojmë. Tranzicion sa kokoshka, po ka ngrënë njëri më shumë Fevziu, ka ngrënë kaq kokoshka? Jo, nuk ka ngrënë fare. Jo, vetëm unë ha më shumë se ty, po sot nuk po. Po erdhi Fevziu, ë? Na erdhi, po. A do vitet emisioni mbi dhe unë emision. Po ja, bëj ftesën këtu nga kinoteka. Provoj edhe ti fatin tënd. Ne jemi të mirë ora, ne të lejojmë të bësh ftesa këtu. Nga ne. E shikojnë në fakt për zot, po kënaqem. Nuk po kaloj keq. Se unë zakonisht djersite me jam shumë për këto intervistat. Po jam chill. Po sta jep atë për. Ose ndoshta nga që e di që s'do ta shikoj asnjëri. Edhe mund të jetë edhe kjo në fakt. Come on tani. Ja kthejat me dhirën nuk e di. Ngelet fiksim. Pyetja e radhës është: Eci me skalet. A ka ndonjë dështim që të ka ngelur në mendje? Ndonjë dështim në skenë që të ka ngelur në mendje? Për shembull, s'qeshën rob. Po, ndodh më? Pse mua më krijo? Okej. Ora, unë se besoj dot që ka rob që s'qeshin me këtë. Dua të jem e sinqert se ishte hera e parë ajo që unë erdha. Se doja që të vija unë këtu pranë. Po jo, e kisha menduar më përpara, të betohem. Jo, më se këtu janë strategji, ne i përdorim gjithë. Jo, patjetër që i përdorim dhe nuk është hera e parë që ti do të di strategjitë e mia kur për emisionin im. E kam bërë në raste të tjera. Po atëherë kishim vendosur me gocat, do vinim tek një më përpara që ju kishit bërë, ishin zënë vendet, një gocë nuk erdhi edhe ngeli për atëherë, thash marr edhe Denisin me këtë rast që ta kem të freskët. Dhe se çfarë do thoya sapo e harrova. Denisi ishte i freskët. Më duk sikur me të qeshur nuk e di çka. Aty nuk ishte asnjëri që nuk qeshte. Kuptoj, nuk ishte asnjë batutë që shkonte dëm. E kemi krijuar atë, në fakt e kemi bërë goxha të lehtë, edhe nëse vjen dikush që ka një farë talenti atje, siç ka ndodhur që të vinë një komedian që s'ka qenë pjesë e Comedy Thursday, edhe ka parë që nuk duhet të shkojmë me të ngrënë. Piu. Kjo është sigur sapo hongre një qofte. Ja, më s'kam ngrënë. Janë edhe kokoshkat, e japin. Ja, ta japin, ta. E japin.
Ke probleme kështu me refluksin? Edhe kam gjarë timid Altin. Dallova direkt. Të stomak kështu. Si njëri me probleme me stomakun të dallova. Po thua që kemi krijuar, tani njerëzit vinë edhe un për herë të parë kur e ndjeva këtë, se unë gjithmonë kur dilja në skenë, okay, nuk më njeh askush, edhe duhet të përpiqem 120% shkruaj. Edhe ti je i saktë në gjithçka që thua. Po, edhe kur e mbaj më herën e parë kur dola edhe që thjesht no, si se doli edhe isha, mos ja fut kotër njerëzit ose bëja një mimik edhe qeshnin, edhe sigurisht që të relakson, po prap publiku është jashtë, nëse nuk i jep, bie heshtja shumë kollaj. Edhe heshtja më ka ndodhur edhe kur sidomos në fillimet e mia. Është e rënda ajo heshtja. Mban më ndonjë batutë që si ka bërë qesh? Është 200 kg të mbash në shpatullë. E di se atë duket 1 minutë atje? Shumë. Smaron. Dhe imagjino kur ke 25 minuta heshtje. Po si i rikthen, se problemi nuk është vetëm që si bën dot për qeshur. Ja do ta them tani. Ka patur një natë, ajo ndoshta ka qenë nata më e keqe që kam patur ndonjëherë, edhe nuk është ishte publiku. Unë isha i ri, nuk kisha konfidencën e dur, se ato shaka i kanë përdorur disa nga ato tek një vjetori Comedy Thursday që mund ta gjeni në YouTube dhe janë shakat që kanë funksionuar më shumë. Edhe atë ditë ishte një heshtje varri. Thjesht në fund bëra i shaka idiota me Big Brotherin që u bëi moment që si e famshme. Edhe qeshën atje njerëzit, edhe nga që qeshën u mërzita ai shumë sa thashë, okay, më doni nga këto u bëra dhe shaka tjetër me Big Brotherin dhe ika. Të nesër me një njëjtë material se e bëra 2 në 3 funksionoi, thjesht ishte edhe publiku i atill. Ishin gjithë kështu të rritur, unë kisha gjithë shakat me nekrofili, me të vdekur. Mu kriju përshtypja sikur publiku i duhur, paktën për të dëgjuar ty, duhet jenë nga grup mosha 20 deri në 30 e ca vjet, se pastaj që është në fakt grup mosha që më shumë. Po erdhën mosha pak më të mëdha, që janë disi profil familjar, do ta keq interpretonin edhe atë fjalorin banal, për te varet sa mend kanë në përgjithësi mund të them. Po shiko, është edhe çështje kulture ose subkulture. Edhe çështje intelekti është pa hajt. Jo, ta kam llafin që është një lloj kështu subkulture, në kuptimin që janë shaka që janë brenda një rrethi, por nuk mund i dinë të gjithë ose nuk i kuptojnë. Ato janë shaka që ne të gjithë. Apo ja futa kota shikon ska lidhje. Po nuk është se ato janë në përpjekje shaka të brendshme, inside jokes edhe i kapi kush i kapi. Jo, ato janë shaka nëse ti të prek për shembull mortaliteti, un kam patur atë shakan me se e mbajmë në funerale në këto gjërat. E po bëja sikur ai zotria që ka vdekur ishte një gay i fshehur e vjen ky ish dashnori. Vetë bëra gjithë këtë, edhe po imagjino jeni vakish shqiptare, do të bësh poshtë gratë lart, japin atë cigaren, do edhe lekët. Ishte gjitha kjo, edhe nëse ti prekesh ta pjesa kur themu që ky shkon në momentin e fundit i preki penisin, do ta ai ftohet po prap i shishëm. Sa do të jetë prap nuk ndez ajo, është Jo, ore, varet nëse ty të shqetëson kështu që mos bëj shaka me të vdekur, mos bëj shaka me këtë. Ai lloj njeriu je. Ne nuk kemi limit në asnjë lloj teme. Se nuk mendoj që humori lëndon. Jo, përkundrazi. Fare. Për mua jo, mund të bësh edhe me mua shaka ç'a duash, ka gjëra. Ke parë një njeri të çaj deri më sot nga gjitha stand-upet që ke bërë, çaj nga një batut, preket aq thellë sa të çaj nga e qeshura. Nga e qeshura, po. Në rastin tjetër, ke bërë një batut edhe dikush e ka marrë shumë për keq. Një çift ku doli bëra i shaka me kar, kështu një me gojë, nuk e di ç'a ishte, edhe ikën ata. Thjesht isha unë atje. Kush e di si kanë pas planet për më vonë, more Denis. Ose bale u hapa, u dhash mendime. Mos ikën ta aplikonin atë që the ti vëlla. Po. Orali, si mirë, atë pëlqen orali e kon? Mo patjetër apo. Nuk e di plan. Po shysh jo. Unë mos bëj seks fare, thjesht. Po sigurisht, po ku ka mashull? Është ai budalla. Po çfarë? Ma në të masë është ora 5:05. Një më po flasim për gjëra popullore, apo jo? Ja. Pyetja e radhës që kam te skaleta. Sa serioz. A i shkruan gjithmonë materialet apo improvizon? Pse mendoj unë që ti në shumicën e rasteve realisht improvizon? Të gjithë këtë mendojnë, po e kupton sa i zoti jam, që duket sikur më vjen në moment ashtu sikur mendohem. Ja, edhe kjo është e gjitha e shkruar, i kam aty. Po thoja, shiko, unë nuk se s'kam me veten e të tregoja mënyrën e punës, nuk është se i shkruaj kështu që t'ulen. Thjesht nxjerr pika, edhe pastaj sigurisht i mendoj një herë para. E pra se thash çan këto letra kaq të vogla ku shkruaj teksti. Ato kam, nuk, domethënë po nuk i shkruan në detaje. Po, kur të kapi Alzheimer, askush do t'i kuptoj, se kam kështu korç, plakat e rruga. E ke kështu gjëra funeral, edhe disa për shembull i shikoj se kam menduar gjithmonë që truri do më rrinte kaq i freskët, po
kam degraduar si ka vash edhe them kjo do ketë qenë shaka e bukur, por nuk më kujtohet më si është. Ndoshta duhet të filloj të shkruaj, por nuk i shkruaj dot. Është si te nuk e di, ke parasysh 100 vjet vetëm të Gabriel Garcia Marquez, i zë Alzheimer. Gjithë dhe fillojnë të shënojnë tryeza, dollapi. Ai libri që duhet mbajtur kështu me shënime se se mban mend dot ndryshe. Çfarë libra pëlqejnë ty? Librat e mirë. Okej, librat e mirë, po cili është zhanri i preferuar, po themi? Këta më të klasikët, ky që them për shembull më pëlqen shumë. Dostojevski më pëlqen. Okej. Këta Oscar Wilde-in e kam qef shumë varet, Kadareja më pëlqen. Librat e mirë. Super.